Myftinia Shkodër ka shpërndar 35 paku ushqimore për shoqatën e personave me aftësitë kufizuara mendore që ndodhet pranë shkollës speciale e 3 dhjetori. Arben Halluni, zëvendës myfti i Shkodrës, tregon se nismat për donacionin gjatë muajit të begat të Ramazanit janë përkrahur në mas, jo vetëm nga bizneset, por edhe qytetarët. Myftinia Shkodër vazhdon shpërndarjen e ndihmave humanitare me rastin e muajit të begat të Ramazanit, në shenjë solidariteti dhe përkarje për ata që kanë nevojë më shumë. Sot pikërisht jemi të kjo shoqata me aftësi mendore. Sigurisht që Ramazani është muaj që na nxit më shumë për bujari dhe me shire, dashuri për njëri tjetrin. Dhe me këtë rast unë falenderoj partnerët që sot është shoqata Helping Hand nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që nëpërmjet myftinisë dhuron 35 paku, shporta e Ramazanit quhet ndryshe. Dhe uroj që të vazhdojmë të shpërndajmë sa më shumë mirësi dhe bujari për ato që na rrethon. Nuk janë vetëm ato tradicionalisht që ndihmojnë prej shoqatave, institucioneve brenda dhe jashtë vendit, por ka edhe njerëz besimtar të xhamive tona, por edhe jashtë xhamive, të cilët shprehin frymen e përkrahjes solidaritetit. Ndërkohë, një falënderim për donacionin bëri edhe Vitore Toma, kryetare e shoqatës. Shoqata e personave me aftësi kufizuar falenderon myftinin që na rrin afër në këtë ditë të mallnueshme të festave Ramazanit, Bajramit. I falenderoj shumë nga zemra për këto prind që kanë këto fëmijë smur dhe janë në vështirësi ekonomike. Në total, myftinia Shkodër parashikon të shpërndajë të paktën 1000 paku ushqimore për shtresat në nevojë gjatë muajit të begat të Ramazanit.